Në Shqipëri nuk mjafton një jetë për të marrë drejtësi, ndoshta as 7. Në duar kam certifikatat e vdekjes së disa të ndjerëve, të cilët u larguan nga kjo jetë pa marrë mbrapsht pronën, pensionin, siç edhe kanë pretenduar në dyert e gjykatave. Një VKM të 2005-2010 me tetraplegjik, të cilëve u jep një shtesë page nga 50.000 lekë vjetra në muaj. Këtë pagë nuk ja u ka dhënë shteti dhe ai në gjyq merr 1.200.000 lekë vjetra, 1.200 euro. Për këtë gjyq duhet që të aktivizohet avokati, eksperti dhe përmbaruesi për ekzekutimin. Për me marrë 1.200.000, pra harxhohen edhe 2 milion lekë tjera, shpenzime gjyqësore dhe vlera ka shku 12 milion euro që i detyrohet shteti qytetarëve. Janë 70.000 tetraplegjik që janë procese gjyqësore, her pas here, vit pas viti. Edhe më urgjente është çështja e pronave, thot avokati Ndue Pjetra. Çuditërisht shteti i jon krijon agjencinë e trajtimit pronave në kundërshtim me çdo ligj në botë dhe i thot qytetarit, ti thot zotëri, do të shkosh thot tani të më sjellsh një vërtetim nga institucioni X, një vërtetim këto. Qytetari po, për të marrë këtë dokument do paguash 10 lekë. Pra e kanë kriju mënyrën e korrupsionit që detyrimisht palët t'i drejtojnë korrupsionit, jo t'i drejtojnë gjykatave dhe institucioneve të shtetit. Përfaqësuesi ligjor tregon se ka edhe raste të zgjidhjes së martesave që nga 2018. Sot ata nuk kanë arritur të marrin vendimin përfundimtar. Qoftë gruaja, qoftë burri janë bashkëjetuar me persona të tjerë dhe kanë lindë fëmijë. Fare mirë mund të ndryshojnë ligjin dhe i thot, zotëri, je martuar të gjendje civile për 2 minuta me i firmë? Po, shkoni, bani marrëveshjen dhe ndanu aty. Në qoftë se ju nuk doni më nda me të mirë, atëherë shkoni në procese gjyqësore. Në sistemin tonë gjyqësor, aktualisht mungojnë mbi 100 gjyqtar, vakanca këto të shkaktuara nga reforma në drejtësi dhe procesi i vettingut. Apeli vetëm në vend ka mbi 38.000 dosje, ndërsa nga 78 antarë të trupave gjykuese kanë mbetur 31.